Diabeti tip 1 nuk parandalohet. Ndryshe nga diabeti tip 2. Diabeti tip 2 mund ta parandalojmë dhe cilët janë shkaqe që tash që janë një ushqim i mirë, një dietë e pasur me dietë vegetariane, një dietë e pasur me drithrat, me perimet, pra pa fast food, një aktivitet fizik, i cili fëmia duhet të bëjë të paktën 60 minuta në ditë. Aktivitet fizik në ditë, duhet të eci me biçikletë dhe sa më pak para ekranit. Diabeti tip 2 parandalohet duke pas parasysh këto shkaqe, ndërsa diabeti tip 1 nuk parandalohet, por trajtohet. Si trajtohet diabeti? Kur shfaqet diabetit dhe e thamë edhe më lart, cilat janë shenjat, pra që një fëmijë është me diabet tip 1, ai fëmijë pin shumë ujë, bie në peshë, është i agjituar, ka urinim të shpesht, që thamë që mund të rishfaqet dhe urinimin, që se fëmija është i vogël urinimi natën, atëhere ky nuk parandalohet. E dim që diabeti është autoimun dhe janë disa smundje të cilat mund të bëhen shkak edhe për shfaqjen e diabetit, siç është tiroidja. Pra një fëmijë që vuan nga tiroidja, atëhere mjeku krahas mjekimit të tiroides duhet të kontrollohet e duhet të kërkojë edhe analizat për diabetin. Janë të lidhura. Janë të lidhura sepse të dyja janë me natyrë autoimune. Si mjekohet diabeti tip 1? Diabeti tip 1 mjekim të vetëm ka insulinën. Pra insulina është mjekimi bazë dhe i pazëvendësueshëm tek diabeti tip 1. Gjatë gjithë jetës? Gjatë gjithë jetës insulina është mjekimi bazë.